Thënie nga Ernest Hemingway, shkrimtar I mirënjohur amerikan dhe botëror. Fitoi çmimin Nobel për letërsi në vitin 1954. Citojmë: gjërat që mëson nuk kanë aq rëndësi se njerëzit që takon. Njerëzit inteligjent kanë nevojë të dehen që të durojnë budallenjit. Dallimi mes njerëzve të zakonshëm dhe të pasurve është minimal, parat. Një gjë është morale nëse të bën të ndihesh mirë dhe imorale nëse të bën të ndihesh keq. Lumturia e njerëzve të lumtur është gjëja më e rrallë që kam parë. Mos e ngatro lëvizjen me veprimin. Jeta e secilit njeri mbaron në të njëjtën mënyrë. Janë detajet e mënyrës së jetesës dhe mënyrës së vdekjes që përbëjnë dallimin nga njëri tek tjetri. Letërsia është si icebergu. Ajo që shihet, që lexohet, është vetëm një pjesë e vogël. Pjesa më e madhe mbetet e zhytur. Njerëzit farkëtohen nga padrejtësitë si shpatat. Gjatë ditës është lehtë të reagosh ftoftë ndaj gjërave, por gjatë natës është tjetër muhabet. Nëse ke dashur ndonjë femër në ndonjë vend, mund ta konsiderosh veten me fat, që edhe po vdiqe pastaj nuk ka rëndësi. Të shkruash mirë do të thotë të shkruash të vërtetën. Nëse dy vete duhen, nuk mund të ketë për ta një fund të lumtur. Nuk ka njeri më të vetmuar në çastin e vdekjes, se që ka jetuar për shumë vite me një bashkëshortë të mirë, e të cilës I mbijeton. Rrudhat rreth gojës janë shenja e parë e mposhtjes. Është shumë mirë të jesh I harreshëm. Është si të kesh pavdeksin ndërsa je akoma gjallë. Të gjithë shkrimtarët të këqij janë të dashuruar me epikën. Talenti yt fshihet tek mënyra me të cilën fiton bukën e gojës, cila do të qoftë ajo. Na duhen 2 vjet për të mësuar të flasim dhe 50 për të mësuar të heshtim. Nuk I shmangësh dot vetes sate, duke ja mbathur nga një vend në tjetrin.